Përshëndetje, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Në pikën e kalimit kufitar në Kakavi, në prag të festës së Pashkëve, lëvizjet e qytetarëve vijojnë normalisht pa pritje të gjata, ndërsa shumë prej tyre kanë zgjedhur të udhëtojnë drejt Greqisë për të kaluar festën pranë familjarëve. Autoritetet kufitare bëjnë me dije se po punohet me ritme të qëndrueshme për përpunimin e hyrjedaljeve, duke garantuar një kalim të shpejtë dhe pa probleme për udhëtarët. Nga data 10 prill kanë hyrë në fuqi rregullat e reja për udhëtime drejt vendeve të Schengenit me zbatimin e sistemit evropian të hyrjes dhe daljes. Ky sistem zvendëson vullosjen manuale të pasaportave me regjistrim elektronik dhe kërkon marrjen e të dhënave biometrike në hyrjen e parë. Autoritetet theksojnë se ndryshimet synojnë rritjen e sigurisë dhe menaxhimin më efikas të kufive, pa ndryshuar rregullat e qëndrimit në zonën Schengen. Të qenit mjek nuk përfundon me veshjen e bluzës së bardhë. Vazhdimisht ai duhet të shfletojë të reat e shkencës, por edhe të marrë pjesë në trajnime që vlejnë përritjen profesionale. Mjeku kirurg ORL nga Spitali Gjirokastrës sjell përvojën nga Amerika, ku ai ndoqi kursin një javor organizuar nga National Institute of Health. Festa e Pashkës cilësoj ndryshe nga besimtarët e saj si festa e festave dhe mbreti i të gjitha ditëve. Kjo fest simbolizohet nga veza e kuqe e Pashkës dhe buka e Pashkës. Për këtë traditë familjare, prej vitesh kujdeset Mimoza Duka. Ajo respekton dhe ndjek me përkushtim besimin, duke u kujdesur për të gjitha përgatitjet e tavolinës festive. Ju njohim tani më gjerësisht. Në pikën e kalimit kufitar në Kakavi, në prag të festës së Pashkëve, lëvizjet e qytetarëve vijojnë normalisht pa pritje të gjata, ndërsa shumë prej tyre kanë zgjedhur të udhëtojnë drejt Greqisë për të kaluar festën pranë familjarëve. Autoritetet kufitare bëjnë me dije se po punohet me ritme të qëndrueshme për përpunimin e hyrjedaljeve, duke garantuar një kalim të shpejtë dhe pa probleme për udhëtarët. Në pikën e kalimit kufitar në Kakavi, fluksi lëvizjeve është rritur ndjeshëm këto ditë, ndërsa shumë qytetarë kanë zgjedhur të kalojnë kufirin për të festuar Pashkët pranë familjarëve të tyre drejt shtetit Helen. Vetëm gjatë periudhës 6 deri më 10 prill janë përpunuar mbi 37.000 shtetas në hyrje dhe dalje, si dhe afro 13.000 mjete, duke kthyer këtë pikë në një nga më të ngarkuarat në jug të vendit. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit në këtë pikë kufitare janë përpunuar 11.290 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 6.955 në hyrje dhe 4.335 në dalje, si dhe 3.356 mjete në hyrje dalje, nga të cilat 2.202 në hyrje dhe 1.150 në dalje. Kemi grafe gjysmore, 20 minutë. Akoma ke greku ka mos i dhe jetë më shumë radha. Dere këtu tash i mirë është, po tuti nga greku dhe jetë më shumë radha akoma. Gëzua Pashkat gjithë, nga gjithë më të shnosh. Presim radhën si gjithmonë. Keni shumë që po presni në radhë? Jo, tani erdhëm. Mendoni se do presni gjatë? Po është po, te greku po. Te shqiptari jo, te greku po. Ka modestas? Ka, greku si gjithmonë. Ju uroj Pashkët, t'ja kaloni sa më mirë dhe ju këtej, se ne kemi ju kishit javën e parë. Unë shkoj te vajza, në Janin, se aty vetëm jemi, kemi këtë gjithë në Greqi. Do rinja 3-4 dite do kthejmë. Për të festuar Pashkët me familjen. Do t'i kalojmë në Shqipëri 5-6 ditë. Kemi ardhur për në vendlindje. Në Tiranë jemi do shkojmë. Jemi nga Tepelena, jetojmë në Greqi edhe vim tani shikojmë njerëzit. Ne jemi musliman, po tani dhe kemi përzyrë, i bëjmë edhe Pashkët këteja dhe përderisa shikojmë ata, bëjmë njëkohësisht se janë të ditë pushime. Jo, s'kishte fare makina. Ishte asnjë makina, siç janë tash këtuja. Autoritetet kufitare janë angazhuar me kapacitet të plot për të menaxhuar fluksin dhe për të shmangur pritjet e gjata, ndërsa pritet që lëvizjet të vijojnë edhe më intensive në orët në vazhdim. Aktualisht nga pala shqiptare po punohet me 3 sportele, 2 në dalje dhe 1 në hyrje, ndërsa edhe nga pala greke operohet me 3 sportele në funksion të përballimit të fluksit.
Nga data 10 prill kanë hyrë në fuqi rregulla të reja për udhëtime drejt vendeve të Schengenit me zbatimin e sistemit europian të hyrjes dhe daljes. Ky sistem zëvendëson vullosjen manuale të pasaportave me regjistrim elektronik dhe kërkon marrjen e të dhënave biometrike në hyrjen e parë. Autoritetet theksojnë se ndryshimet synojnë rritjen e sigurisë dhe menaxhimin më efikas të kufive, pa ndryshuar rregullat e qëndrimit në zonën Schengen. Prej datës 10 prill, kufiri nuk ju njeh më nga pasaporta, por nga fytyra dhe gjurmët e gishtrimve. Në të gjitha vendet e hapësirës Schengen ka hyrë në fuqi sistemi europian i hyrjes dhe daljes, i njohur si Entry-Exit System, një sistem i ri që po zbatohet edhe këtu në pikën e kalimit kufitar në KKV. Ky sistem zvendëson vullosjen manuale të pasaportave me një regjistrim elektronik. Çdo hyrje dhe dalje për shtetasit e vendeve jashtë Bashkimit Evropian përfshirë edhe qytetarët shqiptar. Në praktik, në hyrjen e parë pas datës 10 prill, çdo udhëtar regjistrohet në sistem përmes të dhënave biometrike që përfshin fotografinë e fytyrës dhe gjurmët e gishtrimve. Përveç të dhënave të pasaportës, autoritetet bëjnë me dije se refuzimi për të dhënë këto të dhëna sjell automatikisht refuzim të hyrjes në territorin Schengen, një element i rëndësishëm që theksohet nga autoritetet. Gjithashtu lidhet edhe me rastet e qytetarëve që mund të kenë pasur më herët probleme me qëndrimin në zonën e Bashkimit Evropian apo ndryshime në të dhënat identifikuese. Sistemi i ri identifikon udhëtarët përmes biometrisë pavarësisht ndryshimeve në dokumente. Po ashtu kërkohet që pasaportat të jenë të vlefshme dhe në gjendje të mirë fizike, pasi çdo problem mund të ndikojë në procesin e regjistrimit në sistem. Megjithatë, ky sistem nuk ndryshon rregullin ekzistues të qëndrimit në zonën Schengen që mbetet deri në 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore. Pra në thelb, ky është një hap drejt një kontrolli më të automatizuar dhe më të rept kufitar që synon rritjen e sigurisë dhe parandalimin e abuzimeve me qëndrimin në zonën Schengen. Të qenët mjek nuk përfundon me veshjen e bluzës së bardhë. Vazhdimisht ai duhet të shfletojë të rejat e shkencës, por edhe të marrë pjesë në trajnime që vlejnë për rritjen profesionale. Mjeku kirurg ORL nga Spitali Gjirokastrës, Petrit Mollsi, sjell përvojën nga Amerika, ku ai ndoqi kursin një javor organizuar nga National Institute of Health. Mjekët e rinj të Spitalit Rajonal Omer Nishani vazhdimisht bëjnë pjesë e trajnimeve e konferencave shkëndësore të cilat u shërbejnë për rritjen e tyre profesionale. Petrit Mollsi, mjeku kirurg ORL, së fundi ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në trajtimin e organizuar nga Instituti Kërkimor Shkencor më i madh në botë, National Institute of Health. Mollsi shprehet se ishte një ndërthurje e teorisë me praktikën mjaft e vlefshme për të, ku sigurisht ata që do të përfitojnë drejt për drejt janë pacientët. Atje profesorët na njohën me terapitë më të fundit për patologjitë e spektrit ORL. Gjithashtu patëm një 3 ditë kurs intensiv në preparate anatomike ku aplikuam trajtimet më të fundit kirurgjikale. Këtë lloj trajnimi e gjej të vlefshëm sepse jemi në një moment që po e bëjmë transferimin e ndërhyrjeve nga të hapura, nga kirurgji të hapura dhe masive në kirurgji më mini-invazive drejt endoskopisë, ku ka më pak komplikacione, më pak ditë shtrim në spital dhe më shpejt rekuperim për pacientët. Fakultit që na mësuan atje, pra profesorët, ishin të një nivel internacional, disa prej tyre i njiha dhe në për trajnimet e mëparshme, disa të tjerë i njoha dhe krijova lidhje për trajnime të mëtejshme. Sa mund të zbatojnë këto njohuri në Spitalin e Gjirokastrës? Praktikisht e gjej goxha të zbatueshme këtë lloj praktike, këtë lloj trajnimi që morëm, sepse konkretisht kemi një rast që po e studiojmë, është një osteom me sinusit frontal, të cilin po mendoj që ta trajtoj në një lloj qasje që e mësuam atje dhe është për tu parë rezultatet dhe ecëria e pacientit. Prilli është edhe muaji i ndërgjegjësimit për sëmundjet kokqaf. Në këtë kuadër Mollsi bën një apel. Në qoftë se kanë ngjyrje zëri, vështirësim frymari, dhimbje veshi, gjakderdhje nga hundët, të paraqiten pra mjekut ORL për një konsultë më të specializuar.
Ndërhyrjet kirurgjikale në specialitetin otorinolaringologji në Spitalin e Gjirokastrës janë rikthyer së fundi pas një dekade mungesë. Ato realizohen nga Mosi, i cili në vazhdim të punës së tij, që prej shtatorit vlerëson rritjen e rasteve kirurgjikale, por edhe shkallën e kompleksitetit të tyre, duke përfshirë kancera të ndryshëm të lëkurës dhe gjëndrës submandibulare. Sot është dita ndërkombëtare e Parkinsonit. Në këtë ditë ndërgjegjësimi, mjekët neurolog theksojnë rëndësinë e diagnostikimit të hershëm, trajtimit të duhur dhe mbështetjes së vazhdueshme për pacientët. Në ditën ndërkombëtare të Parkinsonit, mjekët neurolog theksojnë rëndësinë e diagnostikimit të hershëm, trajtimit të duhur dhe mbështetjes së vazhdueshme për pacientët me këtë diagnozë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ndau sot në rrjetet sociale mesazhin e doktor Genci Çakçirit, pranë qendrës spitalore universitare. Doktor Çakçiri thekson se sëmundja e Parkinsonit renditet ndër patologjitë më të shpeshta neurodegenerative në botë. Shenjat kryesore është ajo ngathësia e lëvizjeve, ngurtësimi apo dridhja, zakonisht në njërin anë të trupit, ose më saktë në njërin anësi, kryesisht në anësitë e sipërme. Pra fillon me një ngurtësim të dorës, plogështi, vështirësi në kryerjen e atyre lëvizje disi fine, apo ajo që është dhe më e dukshme që është tremori apo dridhja, pra një dridhje që ndodh në qetësi. Kjo duhet pasur shumë parasysh pasi është një nga ato diferencime diagnostike të rëndësishme, që në Parkinson dridhja ndodh në qetësi. Janë disa forma Parkinsonit, sidomos ato që fillojnë në moshë të re, që kanë bazë genetike, pra kanë një gen që është zbuluar që është shkaktari i kësaj sëmundje. Ato që duhet kenë njerëzit parasysh, e parë është diagnostikimi sa më i hershëm. Pra, në momentin e parë që fillojnë ato shenja që të bëjnë të dyshojë, sigurisht duhet paraqiten fillimisht te mjeku primar dhe më pas eventualisht në mjekët neurolog. Sa më tepër të rritet mosha, aq më shumë është mundësia për të zhvilluar këtë sëmundje. Mjeku neurolog apelon gjithashtu për një rol aktiv të familjarëve në kujdesin ndaj pacientëve. Është shumë rëndësishme që përveç personit interesuar, edhe familjarët duhet të jenë të kujdesshëm në dhënien e mjekimeve, më pas angazhimin në jetën e përditshme. Pra ka nevojë edhe për suport moral, për nxitje, për të kryer sa më shumë ushtrime, lëvizje. Fizioterapia, pra aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Ndërgjegjësimi, diagnostikimi i hershëm dhe mbështetja e vazhdueshme mbeten sfidat kryesore në përballjen me këtë sëmundje. Festa e Pashkës cilësohet ndryshe nga besimtarët e saj si festa e festave dhe mbreti i të gjitha ditëve. Kjo festë simbolizohet nga veza e kuqe e Pashkës dhe buka e Pashkës. Për këtë traditë familjare, prej vitesh kujdesset Mimoza Duka. Ajo respekton dhe ndjek me përkushtim besimin, duke u kujdesur për të gjitha përgatitjet e tavolinës festive. Që prej të njëjtës në mëngjes, besimtarët ortodoks kanë nisur përgatitjet për festën e Pashkës, duke ngjyrosur vezët dhe duke gatuar bukën tradicionale. Mimoza Duka, një anëviz nga Gjirokastra, ndjek me përkushtim këto rite, duke u kujdesur për një tavolinë të bukur festive. Sot ne ngjyejmë vezët, duke e përgatitur me bojën e kuqe të vezëve të Pashkës. Pastaj i marrim, i vendosim në një pecet që të thahet pak boja, dhe në fund fare, kur ato thajnë, i zbukurojmë, i bëjmë pak me vaj dhe i zbukurojmë me figura të ndryshme. Gjithashtu, sot ne kemi edhe kullurët të themine ose kuleç për Pashkën. Këto zakonisht i konsumojmë të gjitha ditën e diel që kulmojmë me Pashkën e madhe. Sot gjithashtu një veçantë që bëhet është edhe mbyllja e Borzilokut. Dhe kjo është diçka e veçantë, një rit që ka bëtur qysh në kohët e para. Këto gjëra unë i kam trashëgimi nga nëna ime. Dhe po i vazhdoj akoma, dhe dua që t'i vazhdoj dhe brezi i ri. Ne kemi, domethënë, shumë gatime tradicionale që ne nuk po i harrojmë dhe po i vazhdojmë brez pas brezi. Duke filluar në mesin e tavolinës vendosim shportën e vezës të zbukuruara, kemi mishin e pjekur, kemi gatime të ndryshme tradicionale dhe plus ëmbëlsira që është e zonës tonë, dhipla e Lunxherisë. Për këtë fest, të dielën e Pashkës, familjarët e afërmit dhe miq të mblidhen dhe festojnë pasi kryhet edhe riti i çukitjes së vezëve. Ky është një rit shumë i veçantë dhe këto i thyejmë ndërkohë me njëri tjetrin. Kush të dalim më i fortë, beza që del më i fortë, atëra ish më njeriu që të eci, si u thonë thuhet në zonën tonë, njeriu i shëndetshëm dhe
njeriu i fortë, si thotë që në kohët e para. Rasti Mimoza Dukës është një shembull i harmonisë dhe bashkëjetesës fetare ku tradita dhe dashuria për familjen bashkojnë njerëzit përtej besimeve. Dreka e pashkve ortodokse ndryshon nga zona në zonë në njësi të vendore që banojnë antarët e minoritetit etnik grek. Banorët e fshatrave të Vurgut në bashkinë e Finiqit ruajnë dhe kultivojnë traditën në menun e drekës së pashkve. Anveqet po përgatiten gjatë ditës sotme për drekën tradicionale të pashkëve ortodokse. Në fshatat e minoritetit etnik grek, në 2 bashkit, ata të Dropullit dhe të Finiqit, banorët mundohen të ruajnë dhe të kultivojnë traditën e menusë të drekës së pashkëve. Fshatat e Vurgut ruajnë dhe kultivojnë traditën e drekës së pashkës, por kujtojnë me nostalgji pashkët para viteve 1967. Çifti të moshuarve, Foti dhe Mariko Kaishi, banojnë në fshatin Krane, të cilët përgatiten për drekën e pashkëve, pasi presin të vinë fëmijët, nipurit e mbesat nga Greqia. Bëjmë me oriz një pit, si e them neve, pit të madhe, me vezme, me djathë, me të gjitha. Bëjmë edhe ndonjë sup, në fillim fare bëjmë sup magjeric. Ditën e diel, pastaj pjekim mishin edhe... Çfarë mishi përdorej në ato vite për ditën e Pashkës? Çfarë mishi kishit ju? Shumë mishi qenjit. Ishte më i sigurt që përdorin, po edhe mishrat të tjera janë përdorur, edhe i kecit. Po aktualisht ruhet tradita e drekës tradicionale të Pashkës në fshatat e Vurgut? Po, vinë të tërë të gëzuar, këndojnë, respektojnë, që ngrisin vezët të tëra. Këtu që jemi neve, sot, piqnin sidomos qenjin. Piqnin qenjin, se edhe po të shikojmë të atë historinë, edhe Krishti ndonjëherë e nxjerr me qenjin në qafë. Edhe qenji ishte simboli që simbolizon vdekjen e Krishtit dhe gjakun e Krishtit. Dhe ne dhe gjithmonë festonim Pashkën me mishin e qenjit. Edhe mishrat e tjera, po mishi i qenjit ishte e pari. Po aktualisht, çfarë do të përmbaj tavolina e Pashkëve në shtëpinë tuaj? Tavolina e Pashkëve mund të bëjmë supë magjeric, mund të kemi mish të pjekur, vezët patjetër që janë e para do jenë në tavolinë, edhe mund të... Pyetja më tradicionale, byreku tradicional i zonës, cili është? Pita. Me çfarë? Shpresim në pita, për me oriz. Gjithsesi, gastronomia në zonat që banojnë antarët e minoritetit etnik grek, jo vetëm kjo është e pasur dhe e shumëllojshme, po çdo njësi administrative ka veçoritë e saj. Ky fakt natyrshëm që sjell ndryshime në menun e drekës së Pashkëve. Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Aty Ani, ka dhënë mesazhin e tij duke uruar të gjithë besimtarët ortodoks në vigjilje të Pashkës. Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti i ngjallur kur shfaq para nxënësve të tij. Ai nuk u tha atyre fitore, as lavdi dhe as pushtet, por u tha paqe në ju. Hyri në dhomën ku ata ishin mbyllur nga frika dhe u dhuroi atë që bota nuk mund të jap kurrë. Paqen që nuk varet nga kushtet, nga ekuilibrat gjeopolitik, nga marrëveshjet njerëzore, por paqen e Perëndis që ka përcen çdo mendje. Një paqe e thellë shpirtërore, e cila vjen fillimisht nga pajtimi i njeriu me Zotin dhe pastaj shtrihet me të gjithë njerëzit. Sot bota është e trazuar. Luftrat e përgjithshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit paqe në ju. Paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndis brenda problemeve. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë botë të trazuar, na mjafton vetëm një siguri. Krishti u ngjall dhe jeton. Dhe nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. Dhe nëse jetojmë në Krishtin, atëherë as vdekja, as mikësia, as varfëria, as përndekja nuk mund të na ndajë nga dashuria dhe nga paqja e tij. Dita e ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht, shkruan Shëni Jon Gojarti, është themeli i paqes. Sepse nga ngjallja e Krishtit vjen paqja e Perëndis. Ngjallja dhe paqja e Perëndis nuk është një dogmë abstrakte,
për një thirrje personale. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqen e ju me të gjithë jetën tonë. Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, nga lakmia dhe egoizmi. Por që të bëhemi paqebërës, fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh, dhe vetëm atëherë mund ta përhapim paqen kudo, së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Krishti u ngjall. Shoqata rajonale e futbollit Gjirokastër në bashkëpunim me zyrën vendore arsimore Gjirokastër Libohov po organizojnë mini kampionatet e futbollit për dje me pjesëmarrjen e 8 shkollave nëntëvjeçare. Sot u luajtën takimet mes shkollave të qytetit në kuadër të gjysmëfinales, prej të cilave 2 do të shkojnë në finalet që do të mbahet të shtunën e ardhshme. 80 nxënës të klasave të 4-ta, të 5-ta dhe të 6-ta janë aktivizuar në kampionatin e futsallit, organizuar nga Shoqata Rajonale e Futbollit Gjirokastër në bashkëpunim me zyrën vendore arsimore Gjirokastër Libohov. Ditën e sotme u luajt gjysmëfinalja për shkollat e qytetit. Prej nga dolën e 2 skuadra që të shtunën tjetër do të luajnë për të shpallur edhe ekipet fituese të këtij kampionati. Jam nga shkolla Kotoxhi dhe përfaqësoj klasën e 5 sot. Unë jam me skuadrën luftëtari i kategorisë U11. Sot shpresoj të jenë një ndeshje e bukur dhe të fitojmë. Deri tani ne kemi bërë ndeshje me klasën e 6 dhe me klasat e tjera të 5-ta. Me klasat e tjera të 5-ta që janë, kemi fituar të gjitha ndeshjet, ndërsa me klasën e 6 kemi dal njerë barazim. Kam 4 vite në total në kursës futbolli dhe që i vogël që 5 ose 4 vjeç kam filluar të luaj atë. Unë dua që të bëhem futbollist i kombëtares shqiptare ose më tej në të ardhmen tim. Para 6 vitesh. Dhe tani luaj me akademinë luftëtari. Unë mendoj që sot ndeshja do jetë shumë e bukur dhe shumë argëtuese. Kemi luajtur kundra klasës së 6, kundra klasave të 5-ta A dhe me të 5-tat kemi fituar dhe me të 6-tat kemi dalë barazim. Unë kam rreth 4 vite që merrem me futbollin. Futbolli është një lojë shumë e mirë edhe është një aktivitet sportiv shumë i bukur. Që të fitojmë, për mendimin tim, duhet të losim me pasa edhe që të shënojmë një gol ose më shumë. Mua më pëlqen shumë ky sport sepse kam filluar ta los që në moshën 5 vjeçare. Grigor Çabeli, drejtori i Shoqatës Rajonale të Futbollit Gjirokastër, thotë se aktivitetet të tilla shërbejnë jo vetëm si mjet edukimi, por edhe për promovimin e talenteve të reja në futboll. Sot jemi mbledhur me fëmijët e 9-vjeçareve të qytetit, sepse me 9-vjeçaret e fshatrave mbaruam këtë mini kampionat. Do dalit 2 finalistë dhe do ndeshen me 2 finalistët që kanë dalë nga fshatrat, nga 9-vjeçaret e fshatrave. Dhe do nxjerrim një kampion, kuptohet, e gjitha këto aktivitete, këto ndeshje që po organizojmë janë në kuadrin e masivitetit dhe në zgjedhje të elementit për ekipe më cilësore, më lartë, ekipeve që kemi në akademitë tona këtu në Gjirokastër. Ju bëjmë një apel të gjithë prindërve që të na i besojnë fëmijët ne, sepse nuk ka më mirë se sporti. Këtu fëmija mëson gjithë shka që i nevojitet për jetën, mëson si të rëzohet, mëson si të ngrihet, mëson si të goditet, mëson si të përqafoj shokun, dhe të gjitha këto janë elemente të jetës dhe për këto ka rëndësi shumë fëmijët që të mësojnë. Vitin e ardhshëm synohet që ky organizim të shtrihet edhe te vajzat. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastër. Ndajemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vit.